Edhe thjesht është zanat bre, kur ti përkushtohesh jam erdorën, e mësën. E qka shkruan ma me qef, Arbër? Ma me qef shkruj këngë cilat kur s'kan shans me dhez së dhe 1000 vjetë në Kosovë. Pse pëthu? Se janë zhanre dhe në stilet të shkrumës që nuk ka tradit në dëgjimit qasaj në Kosovë. Okej, se kjo është edhe me mësu tregun me një kulturë tre. Po, veç... është rrallë që dush me majt, e ndërton, nështë me hapat nga dalshëm, po e mësën veshin. është e vërtet që mund është më bua canë, po gjithmonë është një farë balancë, se ti të nditën lanë sosane që kërkush nuk ka mundësi me i depërtu në vesh, ato në fund s'kanë me qenë efektive. Prap se prap, është një lojë interesante. Jep diçka që njerëz kanë qef me ni, ma ne jep diçka që mund është mjau që ma tutje shien e tëne. Po nëse veç kime bo sene që ata nuk kanë kur farë interesimi për to, atëherë thjesht njerëz kanë me ngu. Po, është shumë e kuptueshme se njëjtë e kemi në media. Dush me ofru shpesh diçka që ata e kërkojnë, nështë që s'është as në vlerat që ti do me përfacu, as në ato që ti do me tregu, po t'jesh dush me u përshto. Menqëria është me gjithë një balancë që realisht në fund ti kime dhe bo një kontribut, edhe nuk kime thjesht s'kime knaq krejt. Po, për çka të vjen keq, Arbër, nga perspektiva e artistit tash, po flas, për çka të vjen keq nga ajo që të gjohet, a? Po dhe? Më vjen keq që nuk kena infrastrukturë muzikore ma të fort. Më vjen keq që jena tregi vogël. Që krejt për tash lidhët me qëto që a thash edhe ma herët, është vështirë me bo zhanre specifike se nuk ka boll njerëz. Si me thonë,